Klodian Kapiti, prezantuar si mbështetës i PD-s kundër korrupsionit, rezulton ortak me trafikantin Gjergj Luca në kompaninë që administron portin e peshkimit në Durrës, ku banda Luca Beu trafikonte kokainë, heroinë dhe marijuanë drejt Italisë. Gjatë takimit të Sali Berishës në Durrës kundër korrupsionit dhe mafjes së porteve, një nga folësit, Klodian Kapiti, u prezantua si drejtues i sindikatës së portit të peshkimit dhe mbështetës i PD-s. Hetimet tregojnë se Kapiti është ortak në organizatën e menaxhimit të portit të peshkimit në Durrës me trafikantin e drogës Gjergj Luca, miki i Edi Ramës. Përmes këtij porti, banda Luca Beu transportoi 120 kg kokainë, 15 kg heroinë e sasi të tjera droge drejt Italisë, ku 3 antarë të saj u arrestuan nga antimafia italiane. Porti vijon të administrohet nga e njëjta bandë, pas një kontroll policie, roje kufitare apo hetim doganor. Trafikanti peshkatar Gjergj Luca, mik dhe klienti i Edi Ramës, futi antarët e organizatës së tij në takimin që Sali Berisha zhvilloi të premten me strukturat e partisë dhe peshkatarët në Durrës. Një nga të ftuarit e Sali Berishës në këtë takim, i përzgjedhur për të folur kundër korrupsionit dhe mafjes së trafiqeve, ishte Skënder Kapiti, i prezantuar si drejtues i sindikatës së portit të peshkimit në Durrës dhe mbështetës i PD-s në betejën për rrëzimin e pushtetit të Edi Ramës, në fakt të referuar regjistrit të qendrës kombëtare të biznesit. Mbështetësi i PD-s, Klodian Kapiti, është ortak i trafikantit Gjergj Luca në kompaninë Organizata e Menaxhimit të Portit të Peshkimit në Durrës, SHPK. Në takimin e Sali Berishës me temë korrupsioni dhe grabitja e porteve nga klanet mafioze të Edi Ramës, ortaku Klodian Kapiti, trafikantit Gjergj Luca, denoncoi skemën e mafjes qeveritare në portin detar dhe portin e peshkimit, me akuza se nëpërmjet tyre bëhen trafiqe. Në fakt, portin e peshkimit Edi Rama ja ka dhënë falas organizatës së menaxhimit të portit të peshkimit në Durrës, ku mbështetësi antimafia i PD është ortak me Gjergj Lucën dhe 3 të tjerë që trafikojnë kokainë nëpërmjet këtij porti. Bëhet fjalë për bandën e përbërë nga Qemal Beu, Dorian Beu e Syrian Tola, të skeduar si ushtar, maska të peshkatarit Gjergj Luca në trafikimin ndërkombëtar të drogës me anijet e peshkimit nga ky port peshkimi. Pas gjurmimeve dhe hetimeve 3 vjeçare, policia dhe antimafia italiane më 20 tetor 2023 arrestuan në flagrancë peshkatarët Qemal Beu e Syrian Tola, ndërsa Dorian Beu arrestua më 25 gusht 2025 në malin e Tomorit dhe pas 2 vitesh në kërkim nga SPAK. Ai u arrestua duke transportuar 120 kg kokainë, 15 kg heroinë, 129 kg marijuanë dhe 92 kg hashash me destinacion Milano, Torino, Bergamo e Brescia. Takimin në Itali ata realizonin nëpërmjet anijeve pjesë e organizatës së menaxhimit të portit të peshkimit në Durrës, ku ortak me trafikantët Qemal Beu, Dorian Beu e Syrian Tola janë Gjergj Luca dhe mbështetësi antimafia i PD-s, peshkatari Klodian Kapiti. Organizata e peshkatarëve me ortak trafikantët e bandës Luca Beu u krijua më 8 qershor 2020, duke marrë falas në përdorim portin e ri të peshkimit Durrës me bedel qiraje të firmosur nga Edi Rama. Madje së bashku kanë shtruar disa bankete mirënjohjeje në anije, por 8 muaj pas krijimit dhe 4 ditë pasi në SPAK mbërrit dosja e drejtësisë italiane, ortakët trafikant mbyllën aktivitetin, për të cilin ka firmosur dhe ortaku Klodian Kapiti. Por megjithse organizata e menaxhimit të portit të peshkimit në Durrës është mbyllur prej shkurtit 2021, porti prej më shumë se 5 vitesh vijon të administrohet nga banda e drogës Luca Beu. Atje është hequr shërbimi i kontrollit të policisë së shtetit, roja kufitare, shërbimi i kontrollit migrator, i kapitenerisë së porteve dhe shërbimet e agjencive të tjera të gjurmimit të veprimtarive kriminale ndërkufitare e të sigurisë kombëtare si shish, antitrafiku, antiterrori, antikontrabanda dhe hetimi doganor.